Erën në Gjirokastër 17 vjeçari abuzon me të miturin në prani të dy bashkëmoshatarëve të tij shpallet në kërkim. Policia e Gjirokastrës ka shpallur në kërkim një 17 vjeçar pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një 10 vjeçar në prani të dy të miturve të tjerë. Blut sqarojnë se 17 vjeçari ishte larguar në drejtim të Greqisë para se 10 vjeçari dhe prindrit e tij të shkonin në komisariat për të bërë kallëzim. Të miturit janë intervistuar në prani të prindërve, psikologes, avokatit dhe përfaqësuesve të njësisë për mbrojtjen e fëmijëve në përputhje me procedurat ligjore, ndërkohë vijon puna për kapjen e 17 vjeçarit dhe dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti. Sa kaq, materialet procedurale janë përcjell prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Njoftimi policisë Gjirokastër, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Gjirokastër referuar materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një 17 vjeçar banues në lagjen Zinxhira pasi dyshohet se ky shtetas në prani të dy shtetasve të tjerë të mitur të moshës 9 dhe 10 vjeç dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një 10 vjeçar. 17 vjeçari është larguar në drejtim të shtetit grek para se 10 vjeçari dhe prindrit e tij të vinin në ambientet e policisë për të bërë kallëzim. Të miturit intervistuar në prani të prindërve, psikologes, avokatit dhe përfaqësuesve të njësisë për mbrojtjen e fëmijëve në përputhje me procedurat ligjore, vijojnë hetimet për dokumentimin ligjor të rastit. Materialet procedurale janë përcjell prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.